Kurse dhe unë kur isha mësuese e përjashtova një fëmijë në shkolla. Që bëri një veprim të ngjashëm? Jo të ngjashëm, ishte gjë shumë i mirë. Por më ofendoi, përdori një fjalë atomale, ku isha unë kur veleshë, zhulatë, një vepër të rëndë që nuk e mbani malet atë fjalë. Çfarë tha? Fjalë ofenduese për mësuesen. Për mësuesen. Dhe mësuese re ajo. Të dy të ishim me 17 vjeç drejtorur atje. Wow. Zhulat, po. 17 vjeç drejtor. Po, dhe djali ishte mosha juaj. Dhe aty dhe ata ishte kishte mbaruar klasën fillore, kishte 2-3 vjet, pastaj u hap shkolla. Çfarë mësuesten? Ashtu e shaq. Mësuesin i vendim të prerë, më dalëm thonë atë seksionit. Por reklamës, dhe kishte kanë më nga gjithë shkollat e Shqipërisë tash. Të mos vej në shkollë më. Hiç mos vej në shkollë këtu. S'është për këtë punë. Pse kjo është zgjidhja. Ka zgjidhje, po kështu. Mbuli këmbë, isha dhe i palik shpet nga gjithë shkollat. Hajde mund humbiste vitin shkollor. Por jo, ti e hoqe nga gjithandej, as sekundi. Pastaj më thënë tani mungon kjo kërkesa llogarisë. Kërkesa me pasojë. Edhe ajo ngeli, ai beti në klasë. Do të mas viteve, kaluan viteve, ai që komandan korpusin në Burel, e vjene më gjirë mua në ministeri, unë ngrita në këmbë, grada i kolonel. I thëmë Tomosh, e rëshim, Hila e kishe mbi emrin, për da ku të gjohet të burin tënë kje ka Hila, të kujtohet Tomori. Se mos ishe dhe ai nga Hila i teksaj. Jo, burim është nga përmeti. Përmeti, mora vesh, se pjeta unë, sa këshu, ashtu, edhe i thash të kërkoj falje, kam temperuar. Jo, tha, me ato në dëshmëri e vërtet, më ke bërë shumë mirë. Jam bërë dhe aq i miri, tha, aq i ekuilibruar, aq i sjellur, tha, me varçit e me këto, tha, sa që ta di për nder. Iku në zhulat, bëri dhe ai shtëpi.